Afrimi i festave sjell si zakonisht të njëjtën panoramë në Shkodër. Llogatja të çmimeve, kryesisht e produkteve ushqimore, zhderrohet jo pak herë në sfidë për buxhetin e familjeve. Në disa prej tregjeve rezulton se prodhimi vendas e ka frenuar disi rritjen e çmimeve, që zakonisht shoqëron fruta perimet gjatë muajit dhjetor. Ja rriti 10%. Rriti shumë bile. Që po rrini për shembull, 1000 kohë. Sa duhet më kanë 700 lekë, ka 1000 lekë. 5%, 10%, 20%. Që për shumë që mohë, 1500 lekë kile. Që nash. 1000 lekë, përsa 1500. Për mu këtu në këtë tregun tonë, çmimet janë të mrekullueshme, shumë të mira, shumë të arsyeshme. Ka ndaj artikull që mund të hidhet krejt çmimi, po varet te cilësia. Paka shumë kanë gjetë vend, janë stabilizu paka shumë, por shpresojmë që deri në fund mos rritet. Se këtë periudhë nuk shoh ne rritje të madhe. Përballueshme e problem tjetër. Është varet prej tarnave që kanë personat. Për pensionistat është mos me pasi mbështetje, nuk janë përballueshme. Po duhet të mendojmë që duhet më mbështetë fëmia, që nuk ka përparim. Kjo e kthim mbrapsht. Sepse fëmia duhet me ecë përpara, me mendu për fëmijët e vet. E jo me mendu për brezit gjesh ma mrapa. Cilësia produkte edhe kjo relative, në përgjithësi në tentojmë me gjetë një stabilitet midis çmimit dhe cilësisë. Vetë tregtarët pranojnë se çmimet për festa pesojnë një farritje, ndërsa shqetësim për ta është rënja e fuqisë blerëse. Nuk ka blerë edhe këtë fuqi blerë jashtë, nuk vjen kushto. Jena këtë dekun këtu. Po pos rrit çmimesh këtë periudhë? Ja, jashtë ka vazhduar. Ja të rritur. S'kena punë asaj. S'kan parë më dhe sigurisht s'ka për të dërgjon, se me hon tan. Në ditët e ardhshme, ku afrohemi edhe më shumë me festat, pritet që çmimet të pesojnë rritje, kjo bazuar edhe në eksperiencën e viteve të shkuara.